Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e javës. Kur them javës, nuk do thot patjetër që vlen vetëm për një javë. Janë mesazhe dhe këshilla që mund t'ju ndihmojnë më shumë se një javë, muaj dhe vite. Të dashur peshqi, titulli i leximit të juaj është Ti je më shumë se sa atë që ke kaluar. Dhe tani është koha të jetosh si i tillë. Është një udhtim i fuqishëm nga barret emocionale drejt transformimit dhe çlirimit të mbrëmshëm, të dashur peshqi, leximi juaj. Është si të dalësh nga një stinë e errët e dimrit, me shpresën që nuk vjen nga të tjerët, por nga forca që po zbulon brenda vetes. Ky është një moment thelbësor, jo për të shpëtuar nga e kaluara, po për të rilindur nga ajo. Të dashur peshqi, 10 të zjarrit dhe 6 të zjarrit, rilindje dhe viktori, fitore. Hap leximin me një barr që nuk mund të shtyhet më tej. Ke mbajtur më shumë se sa mundesh. Ndoshta faj, ndoshta përgjegjësi për ndjenjat që nuk ishin të tuat. Familja, rrethi, ku di unë, partneri. Ndoshta presione që të kanë vendosur të tjerët, si thash, por tani është koha të thuash mjaftë. 6 të zjarrit të Viktoria, po fitoria kujton se ke kaluar shumë më tepër se sa njerëzit mendojnë. Ti je fituesi që nuk e shpalli askush. Por je fituesi. Por tani je thirrur jo vetëm të mbjetosh, por të shndrosh një version tënd më të ndritshëm. Prano këtë fitore, jepi vetes nderimin që të është dhënë. Ne shpesh presim njohje nga të tjerë, të dashur peshqi. Po si dhan vetes, nuk quhet fitore. Transformimi, vdekja, është pika e kthesës, kjo është rilindja, jo sepse gjithçka do bëhet më lehtë më njëherë, absolutisht. Jeta është plot sfida. Por sepse ti s'mund të jesh më ai apo ajo që ishe. Një verzion i vjetër i vetes po bie dhe ti nuk ke pse të luftosh këtë. Përkundrazi, duhet ta mirëpresësh. Absolutisht, me dëshirën më të madhe, të hapësh të gjitha dyert dhe dritarët për këtë ndryshim, të dashur peshqi. Nëna e zjarrit të fton ta mbash këtë proces të transformimit me krenari. Ajo është një grua zjarrt e fortë, krijuese që nuk fsheh me veten për të qenë e pranueshme. Edhe ti ke një flak që do të ndizet, por duhet të pushosh se jetuari për të tjerët, me kuptimin e plot të fjalës, të dashur peshqi. Dhe kush më bukur se dielli, të dashur, është shtesa për gëzim të pastër, ndriçim, çlirim, një dritë që nuk vjen nga jashtë, vjen nga vetë fakti që më në fund ke lejuar veten të rilindësh, të shkëlqesh. Ky është momenti për të gjetur një arsye, për të buzëqeshur që nuk varret më nga askush, të dashur peshqi. 2 të ajërt është ajo paqja e mbrëmshme, është përmbyllja, jo paqja e jashtme, por ajo e thellë që vjen kur nuk po lufton më me veten. Kjo është java ku mund të gjesh paqen, apo fillimi, është java e fillimit, ta them kështu, ku mund të gjesh paqen, jo sepse gjithçka është zgjidhur, por sepse më në fund nuk po mohon më asgjë nga ndjenjat e tua. Këtë javë kam vendosur të jap edhe një lloj detyra për ju, të dashur peshqi, kam dhënë për gjitha shenjat dhe për ju do jetë kjo. Lësho një barr që s'të përket më. Jep vetes të drejtë leje të çlirohesh. Prano ndryshimet që po ndodhin. Mos i rezisto, jetoje me vetdije. Fillo të ndërtosh nga një vend i ri, i pastruar komplet nga e kaluara. Shpreh atë që je, pa kërkuar aprovimin apo mendimin e të tjerëve. Zgjidh paqen me veten përpara çdo gjëje tjetër, të dashur peshqi. Dhe mesazhi i juaj për këtë lexim: transformimi yt nuk është fundi i një historie, është fillimi i një jete që më në fund i përket
apo të përket vetëm ty. Ndriqo me gjithë qetësinë që ke fituar. Ti nuk je më në errësirë. Tani është radha jote të shkëlqesh të dashur peshqin.